Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sot me mua Tirona Lilin për të komentuar pak Prime-in e natës së mbrëmshme. Në fakt u prezantua si një Prime tepër i zjarrt, u përfol si një nga Prime-et që do të shokonte publikun shqiptar dhe ne të gjithë ishim duke pritur që të dëgjonim në videon të shkëputur se çfarë fjolla i tha Edit, do me thënë ato fjalët të pista në fakt që dolën nga goja e saj, që fjolla nuk u kontrollua dot, e shau, e ofendojti nga ofendimet më të rënda dhe më denigruese që mund t'ia thuash një personazhit. Reagime kishte nga ana e familjes së Edit, por do me thënë nuk është se produksioni mori për bas për ta transmetuar krejtësisht videon e plot. Unë e di shumë bukur që ato mund të arsyetojnë, do të thënë produksioni mund të arsyetohet me faktin që nuk na e tolerojnë sepse kemi sanksione, por siç duket, produksioni nuk është se i dha aq rëndësi debatit me fjollën dhe ofendimeve të cilat u përdorën brenda kësaj shtëpie, që në fakt ishin ofendime denigruese. Situata që u përdorën brenda kësaj shtëpie nga puna e Bias, që do të thënë është duke luajtur rolin e një pornostareje brenda në atë shtëpi dhe është merr fare, është turp. Dhe ato më së shumti i dhan vëmendje ndarjes në thonjza të Edit edhe të Dolçes. Unë mendoj që videoja, si që të regua se çfarë ka thënë Dolçe në Itali, duhet t'i thuhet Edit edhe çfarë ka thënë fjolla kur ajo është acaruar. Tani në qoftë se zarfi i zi, zarfi i kuq nuk mbërin në shtëpinë e Big Brotherit për këtë gjuhë kaq të ulët, kaq të turpshme, që përdoret në një media ndërkombëtare, që ka një shikueshmëri të papar. Okej, luftohet për klikime, po klikimet nuk janë çdo gjë. Do të thënë, në qoftë se zarfi i zi nuk vjen në këtë pikë, kur do të jetë zarfi i zi në këtë Big Brother, se unë nuk e kuptoj. Do të thënë, ajo që ndodhi dhe mënyra se si vajti debati mes fjollës edhe mes Edit, ishte një debat pa fillim, pa mes edhe pa fund. Të themi që u sqaruan, ato nuk u sqaruan fare. Ato përkundrazi, natën e mbrëmshme vazhduan ta godasin njëri tjetrin, vazhduan ta ofendojnë njëri tjetrin, por jo që të sqarohen dhe të kërkojnë sqarim se çfarë në fakt ka ndodhur dhe pse fjolla ka eskaluar aq shumë nga vetja që të përdorën atë gjuhë të turpshme kundërtret një personazhi tjetër brenda asaj shtëpie, i cili kishte thënë vetëm një fjalë që të zhvishu, do me thënë dua të të shoh. Dhe ajo thonte si mund të zhvishem unë në këtë të ftohtë, kur realisht aty brenda gjithë të zhveshur arin. Në fakt nuk më duk korekte nga ana e produksionit që ta fshihte këtë si gjë, dhe e pash që menjëherë dhe në Instagramin e Edit të ndryshuan gjërat, do të thënë filloi të bëhet suporti për Edin dhe Dolçen dhe u harrua ajo kërkesa që u bë, do të thënë nuk janë në sinkron me gjërat që ndodhin jashtë shtëpisë së Big Brotherit, video që transmetohen janë krejtësisht, do me thënë, dhe është e dukshme që është e tëra një lojë nga produksioni. Unë do kisha dashur që situatat e këtilla dhe ofendimet të merren pak më seriozisht, sepse këtu është publiku ai i cili duhet respektuar dhe një diçka që publiku e kërkon me shumë entuziazëm në për të gjithë rrjetet e ndryshme sociale që bëjnë prerje videosh, që komentojnë ato video, duhet me patjetër të respektohen, me patjetër nëse edhe televizioni dëshiron që ta ketë publikun gjithmonë. Do të thënë nuk është se kishte një lloj zbërthimi komplet të ngjarjes, ishte thjesht një debat sa për të mos thënë që nuk e kemi bër, dhe në anën tjetër do me thënë ishte fokusi krejtësisht tek ndarja e Dolçes dhe Edit. Nëse flasim për ndarjen e Dolçes dhe Edit, nuk e besoj që do të ketë ndarje. Është kjo që unë e kam thënë, do me thënë që Dolçe është thirrur në dhomën e rrëfimet dhe është thënë që ti në Grande Fratello bëje skandale, bëje shikueshmëri, këtu që kur ke kthyer nga Grande Fratello ti ke rënë komplet, na ka rënë shikueshmëria, nuk kemi shikueshmëri dhe fillo bëj situata të ndryshme që ne të na rritet shikueshmëria. Dhe në këtë rast për shembull unë shikoj që Dolçe është e mësuar nga ana e produksionit, sepse pikërisht sot ajo ka marrur ditën me shumë gjallëri, ka marrur ditën me shumë pozitivitet, ka marrur ditën me shumë emocion, duke hecur përpara dhe duke bërë lojën. Për shembull sot e ka nisur lojën duke i bërë masazh lëndrimit, që ndoshta ta bëjë Edin xheloz, ndoshta tash do luan këtë rolin e gocës së fortë brenda shtëpisë, që në fakt do të thënë unë Edi nuk e shoh të ndar nga Dolçja, sepse tek Edi shoh një lloj përgjegjëshmërie jashtëzakonisht të madhe për atë vajzë. Dua të marr mendimin tuaj.